Po mirë, tani, shiko, o kreta se u fot me baltën, me lumin dhe ti nuk ju vjen qik turp ju. Po turp para shqiptarve, nuk ju vjen? O e turp, kur dili pas qyr, kur thoni këto. Nuk ju vjen turp? Po hajde pra, shkojmë lushit të dy dhe të shikojmë se qa strukture ke. Kaq. Turp. Sepse po të kishit një fije të cipe, thoshit, u boku po e pas kam lëshet e cin. Si rika mu këtu. O bobo. Hajde pra lushe shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti të japësh televizit televizive, sepse lushnjat e din mirë se ku rrin atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje, nuk mere më përsipër. Dakorta? Ajo e anestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e gjiste njëri aparatin. Oj, me e dërua, oj, kuptoti që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, gjoj këtu, frigorifer për të majt insulinën. E dje më ja, se ka skadur 20 herë, vete blen vete, dhe akoma nuk përshërojt, qoj pra në Tiranë. A i diti se i ministrë tjetër e gjoj prezent, ta të regoj dhe të ministri, po për efekt, merë ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte Tiranë, një ishte në Fjerë, po vdiste kërë e botës restoran. Nuk vjen pra. Kujtë të regoni ju këto, revisa televiziva, nuk e turp, po lushet hanë minë në kam, në sytë. S'ka zgja, është kafshëri, është batërti që vatër infekcioni. Ka në qdo murë, do qatër për të hyrë. Kujtë të regoni ju, po si shikoj një pasqyrë që i dili kalamajve tu, po keni të bërë me jetë njerëzish. Kjo të shmenduri. Po keni tjetër ti. Një nga Korça sot që do të bëj, e ta them dhe emri, Dhimit të Qenimi që shkrua një gazetar sot, ka nevoj për aparat DSA spinale, që sot e ka pajisje po për 2 vjetës nuk e vën funksion. Turp! Por keni pa njëzë ekologjikë, keni qenë njëherë ju atje si ven njëzë rrinë, por keni pas të jetë smurju, po si ka mund qësi s'vas ministrët e ju gjithë rakordoni fonde për të qurja shtetit, pse nuk e bëri të kjo meksia jonë? Po turp për ta dializë, po pse do t'i ki lushjarë që konfirmon me zërin tatë këtu ti, që 52 lushjarë i ki njësë lushje për në marë shqipim dializë, ku ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën aty? Nuk e turp? Asi lek s'mari. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerëzit e tyre, djemë të vajzat, lëm punën për t'i qunë fjerë, edhe diti më të keqë që bet atje fjerë ka vetë 3 fermjerë. Turp të dializa, ati privatit. Haram lek të shqiptarve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për të freskur ujtë që të bun aparaturat atje. Ti të rëkonë më dializën. 52 lushjarë. Apo kujnë taksa këta janë njerës ta, pse më privatit vita bëjnë lushe, me që i pasi ka ishtë bukra atë mjetët. Lushe ta bëjnë për 52 veta. Me 2 fermjerë lushjarë. Turp! Tregoni ju spitalet ne. Ne më rafdesi njerëzit, 90% telefonata unë i ka për spitale. Për spitale 90% telefonatave. Tregoni lushin oksigjen, e bërë tani të shkurti. Po të dole pra një nalë që tash nuk ka asë një që fikë zjarën atje. E ti shkole nga mrabe bërë, po shtur pra. Po si ku të zonë del këtu i herë dhe thu, na tregoni visa televizivë, si ku të zoni? Ku që tregoni i lacit, lekë që për blerë vetë njëzit vetë? Analizët konfirmojë për 20 ditësh. 20 ditë, për një më janë 3 ditë. Me mikë, ku vete sa i mirë atje, do t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoj një rast tim tani se kisha thasë se kisha bërë në herë, politikë, po ta them. Ka pasi humjet madhe, njerëzore, brenda familjes. Dakor? Një muaj gjysë për para i merë urgjencë të shkollë që i bjetë fikt. Urgjencë lushjes. I mbasi tensionin, i bjene ke gëth, o dikë se s'ke gjë. Për një eko vdishë. Për një eko. Kaq. Sepse po t'ishte konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe i 38 vjeç, do kështë shpëtur. E për kaq vdishë. Për kaq. Sepse kur mora uqërisë të shtatë më përgjishë Tirana, a e qëtë soti, o jam deputeti, kam i rast, 38 qa për vdes, durora të marrë lushe, të telefon. Qështë kjo mëre? Do të marrë Tirana të marrë lushe marrë i muat për gjeku jam, në lusje, që me dung fungi bje për 10 herë lushe zë anë barë për 3 minuta, me dung fungën e plerave. Ju të regoni shëndetësit? Po ju keni që kafsh.
Kur të merresh me jetën e njerëzve, mos pati do të kesh ditëshuri të jesh ministër. Po nuk mundet më. Nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet më burr. Nuk mundet të shmik që të mash një smur me kancer në spital. Do të shkruaj ty të them që nuk kam nevojë për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruaj. Për këtë. Po pra që shpëtojmë jetë. Jetë për jetë. Se për qa po flasim në sot? Dhe ti më thua dokra më... Po ne s'kemi asgjë, nuk kemi asgjë, nuk kemi ashensor, më orë të veshtë pediatrin 4. Do të flasë unë, pse mërë do të flasë unë që të regullojt ashensorit paguajnë e lek spitali Lushës? Pse mërë prindi do të bëjmë me radhë nga 2-4 në 4 pediatrit? Po keni qenë në pediatri, unë e kam qufë fëmijën tim. Ore kanë shkur infermierët me mbaj laqin, farmacin, natën, vetëm se nuk të regonin dot që s'kishte, se ishte djali deputetit i imi, po tjerët. Po tjerët, more. Unë e maroj hallat e mia, unë, dhe gjithë ju këtu i maroni hallat e juja. Edhe për tjerë. Po nuk njofën deputetit, qa do bëjnë njerëzit? Qa do bëjnë njerëzit, po nuk njofën deputetit, qa do bëjnë? Se janë me skatë të rrugëve. Vetëm i gjerë kërë marë spital, apo i ke vetëm për spital. Pse mërë duhet jetë spitali Lushës, që në bërë kaq, po mati me gjitha ta spitali Qaronal, ato shifra. Me ato shifra të tuja, a ka më shumë se shumë spitali tjera Ronal? Pse nuk e kemi ne shansit shumë me spitali Ronal që ka qenë Lushë dikur? 12+1. Pyte do Kortritani, dhe nuk është e vërtet që kontinet i ke parë në 90-ës. Asjes është e vërtet. 2 kontinet që ndorë si pediatrin, si kirurgi, këte që u pësot e ke 2007-ës. Por i konstrukton më të rend, i ke lera ato më të vjetët pa bërë. Kur ti tregoni më burë, pa hajde më burë ati, shikoni skaneri, ku betë sot skaneri. Hajde shikoj morgun, dhe jesin njerët aty mrapa, se është kanë shëris ferë. Po keni parë ambulancët e Lushës? Ha më flisni, po hajde më shikojni, ambulancët e Lushës. Shërbimin, ku natë im kur vdiq, dhe 1 orë gjysë për të marrë i drejtori para aktiv, për të marrë gjenazel nga rruga. Ama se rritë e drejtori, gjithë jeni të shpitar, 1 orë gjysë, rritë e gjenazel të shpisë nuk vitë ambulancë nga merte. Që da qonë të në morë, ku natë im. Po tjerët, more. E ju të rëgoni me iksin? O do të bëni këtë vend, po të pati rëkoni falje, i thoni, o mikë, Lushe që ka patër di, po hajtë shikoj se s'është fa jotë, se nuk e ti që të lëndë jetër aty. Po të regosh mo ati zditë pishi latë. Se si puna sa o Gerta më nësë një, pse po qa punojnë ne? Po qa punojnë o Gerta? Po qa punojnë e Vici? Po qa punojnë Lirbejta? Po të vjedhur? Ja për këta punoni. Për të lidhë kontrata me privat, për të qurë njëzën e privatët. Nga kardiokirurgjia, neurokirurgjia, tjerë me radhë. Se ajtë se këtu ka infekcion të regullojët e atje, do 8.000 euro. Pse do të bëj bypass kur mund ta bëj Tirana? Pse? Pse more? Pse do të vej atje t'ja bëj pas dite? Te spitali X apo Y? Pse? Ne themi kemi shëndetësi falas, nuk është e vërtetë që kemi falas. Paguhet më shumë. Ju dini sa mira njerëz vrat me Covidin, vrat. A paguan njerëzit i mësoj kush ka ju lek t'i ilaçe që blen njerëz nga Covidi, more. More ka dimë nga 4-5 milion lek, po çfarë po flisë gjuna? Ju po tallën me këtë njerëz. Dhe mua, sot, me që kujtove komikun, parlamentar, ma kujtove dhe një tjetër, një karakat slak këtu mrapa, dhe i pa shtylla si i kishte. Unë sot vetët e spitalit i Lushës dhe të presë, dhe të kërkosh falit gjithë dhe tyre që janë shtrurë atje, të japësh fjallës që përveç godinës qëndrore, të rishikosh statusin e spitalit Lushës, të japësh lekët shtesë, shoferave të ambulancës s'kanë guxim të flasin, më heqës patologistët nga puna, po të qosh njerëz se bëjnë detyrën, dhe stafi mjekësor, nota 10. Nota 10, mjekët dhe infermierët. Pse? Se në ato kushte asë kote në verit nuk është vizituar. Nota 10 se majnë përgjithsin, bëjnë një vizit pa aparate. I ka falë Raiffeisen Bank, e kuptoni ku erdhëm, vjen ministri dhe inauguron një aparatur të falu nga Raiffeisen, se nuk pas ka 30.000 euro me pagu shteti, po shteti pas ka falimentur.
Ka falimentuar. Qa të regoni për spitalet?